Ne ndodhemi në kushte të vështira dhe shumë të vështira. Ndodhemi në kushte kur zgjedhjet janë zëvendësuar me farsë elektorale. Dhe kjo përbën fatkeqësinë më të madhe politike kombëtare. Kjo përbën mekanizmin e diktaturës autoritare. Ndodhemi në kushte kur partia në pushtet haptas ka hequr çdo mask, roft krimi dhe poshtë ligji. Është motoja e saj. Imagjinoni pak, te i kalon çdo novel, çdo roman të realizmit fantastik, fakti kur Ramaduro paradite dekoron të jatin e njerit prej mafiozve më të rrezikshëm të kohrave. Ka patur Italia Totorino, po Totorino s'ka kontrolluar kur qeverinë dhe të dhanat digjitale të Italisë. Kurse Totorino shqiptar është i vetmi mafioz në Europë që kishte ndorë gjithçka në këtë vend. Përfshi kryeministrin. Jeton i lirë në Shkozet, në Surrel, në Manz dhe kudo. Dhe Edi Rama, para se të niset në Bruksel, në konferencën ndërqeveritare për të tetë për raportin i barë, ndanë kohën, dekoron teatrin Ergyes Agasit për t'i dhënë një mesazh të prerë qytetarëve të Durrësit se Agasët janë fisnikëria e partisë krimit, për t'i dhënë mesazh të prerë spakut të partisë se Agasët janë shtylla e partisë. Në momentin kur ai dje fliste në Bruksel, kur deklaronte se ne jemi fanatik të Bashkimit Evropian, sekretarit i përgjithshëm me porosit të tij i dorëzonte dekoratën e partisë Jürgen Çyrbes, informatorit të një vrasësi serial, të faktuar, të dokumentuar. Pra, atje shprehej për fanatizëm ndaj integrimit. Në Durrës ngrinte në pjedestal krimin, bashkëpunimin me krimin,